Në Ulqin, sezoni turistik ka sjell jo vetëm fluks të madh vizitorësh, por edhe debati mbi çmimet, të cilat sipas shumë turistëve janë rritur ndjeshëm krahasuar me vitet e kaluara. Ka edhe banorë lokal që shprehen se çmimet po bëhen të papërballueshme jo vetëm për turistët, por edhe për vetë banorët. Një kafe që vitin e kaluar kushtonte €1, ndoshta tani është 2 herë më shtrejt, edhe pagesa për apartamente ka shkuar shumë lart, ankohet një turist, duke theksuar se kjo situatë po largon turistët besnik, sidomos ata nga Kosova dhe Shqipëria. Një ankesë e zakonshme që dëgjohet po ashtu është se rritja e çmimeve nuk shoqërohet me përmirësim të cilësisë së shërbimeve. Paguan shumë, por shërbimi është i ngadaltë dhe shpesh jo profesional. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Përshëndetje. Ulqinin e kemi për zemër. Unë thjesht thamë që nga 69-ta e vizitoj Ulqinin si mysafir, thua se tani jam bërë edhe si një koqir. E dua Ulqinin pa mas, se më kalon përshtypjet mira gjithnjë. Ulqini ka të mira edhe ka disa pengesa. Për momentin nuk kemi shumë të kënaqur me çmimet, sikur të çadrave të diellit, ashtu kohën e fundit edhe të vendbanimeve. A mund të na bëni një krahasim mes çadrave të diellit edhe të apartmaneve apo të hoteleve, aty ku banoni? Po thonë të vërtetën, janë të dyja kanë ndryshu, për shembull për xhepin e njerëzve, për xhepin e turistëve. Edhe dhomat, edhe shtretit janë shumë më të shtrejt, edhe vendosja në plazhe është më e shtrenjtë se sa viteve tjera. Mund të them më shumë se sa vitin e kaluar. A ka diçka, ndonjë ankesë që keni për Ulqinin ose diçka që nuk ju pëlqen? Po një ankesë kisha pas edhe nga organet komunale që të kenë një kujdes më të mirë sa i përket infrastrukturës edhe mirëmbajtjes të rrugëve, mirëmbajtjes të plazheve, edhe me marrë një hap të madh, me pas një kujdes më të madh për ne si vizitor, për me pas një mbrojtje më të mirë edhe një unifikim të çmimeve. Sigurisht, edhe në plazh, edhe në vendodhje se ku vendosemi. Si pjesë, cila ju duket pjesa më e bukur në këtë vend? Pjesa më e bukur në këtë vend më duket qyteti i vjetër. Jam rrit, kalaja e bukur. Për shembull, kjo pjesë nga këtu deri në Pinjesh, edhe andaj në limanin 1 dhe limanin 2, që dhe t'i vizitoj për herë, gjithashtu dhe Valdanozi, paka shumë, është shumë e mirë, edhe plazhi madhe edhe buna, por atje për ne pak më të vjetër o pak më asi. Ne ringjallemi sa do që të vim në Ulqinin tonë pitoresk e të bukur e legjendar. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Shtrejt. A keni ndonjë krahasim, a mund na bëni një krahasim mes dhomave dhe çadrave në plazh? Po si mund ta bësh këtu 15-20 euro, 10 euro, 9 euro, dhoma 15-20 edhe 2 krevetëshe minimal. Pak se tepër, po del më shtrejt se në Turkije. Pak se tepër, ka tepru. A ka diçka tjetër që s'ju pëlqen në të vend, ndonjë ankesë? S'ka polici, s'ka rregull, po shihet që këtu s'po funksionon komplet ligji, edhe ushqimi. Jonë dyfishu, vitin e kalum qështu, vitin e kalum shambull kafja €1, si vjet 2, brenda vitit duplo. Aty vi që ndjek turistat, i largon. Po zdi që o qëllimi biznismenve, hoteljerisë, qushtierët, lomave, nëse ti fillon çdo vit mi dyfishu, nuk do të bosh Turkia, Spanja për ka turistat, po do t'i largojsh, fat keq. Ulqini o vendi bukur, ma mërmendja që këtu nëse e bojnë një standard, do t'jetë fort ma mirë. Edhe për ka çmimet e kontrol, ma pastërti, ma higien, ma standardin me gjitë me shekullin 21. Unë ku banojve, është shtëpia shekullit 20. Po, nuk që ajo është pak mi dhonë kontrol nivelit, mi dhonë pak edhe pastërtisë edhe çmimeve. Bën ajo, krejt mund bëhet, po veç me pas vullnet në komune dhe ata që vendosin, edhe këta hotelierë, se nuk o qëllimi merë pare, fito, që ajo është.
Si vend, cila është pjesa në Ulqin që ju lën më tepër për shtypje? Shkjo vizitkartë, ma mërmendja që në krejtë Evropë, shkjo kaleja, shkjo vizitkartë. Okej, plazha, male, buna, ndoshta allaja do të bota, ma shkjo është. Që unë e ka marrë këtu si thmi, 72-ën parën erë, me familje, do të thëtë, këtu jom lind çdo vit. Këto kale, ma mërmendja çdo kosovar, çdo turist, këto e nxjerr. Taman si vule qytetit Ulqinit. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Përshëndetje. Çmimet domethënë ne I vlerësoj, unë I barazoj me çmimet domethënë vjet janë rrit shumë, edhe kjo gjë negative domethënë se për turistët që vinë, atëherë kanë me zgjedh destinacione të tjera domethënë. Këtë domethënë gjithmonë çmimet lypet një pas një lloj kontrolle. Këtu janë bërë datë çmime thënë për mëngjeset, janë bërë çmimet që janë në jashtë, në për Zvicër o Gjermani. Është kja lypet domethënë me pas një lloj kontroll domethënë ose kanë me hub turistët. Ka ndonjë ankesë sa I përket që dëshironi të shprehni për Ulqinin? Ankesa, shumë. Një lloj në Ulqin është një ndërcinë katastrofale. Katastrofale. Mas parit kjo plazh e vogël nuk ka asnjë farë lloj përgjegjësie. Kërkush nuk përgjigjet për asgjë. Ke shkallat të para, ju s'keni një dush për mu lë. Shkalla dyta, keni një dush, për është, domethënë privat edhe I lidhën me hotelin. Shkalla të treta, edhe atje s'ka dush. Jeshtë ndërcinë katastrofale, domethënë. Fatkeqësisht më tregu. Në koha e komunizmit, na kena pas plazhën më të rregulluar, me çadrat, me dushat, me ata domethënë, me ata drasat që çojnë ke deti, që kanë gjithmonë pastrumën, s'ka pas ranë aty, edhe kur jeni hyp, shkallave nelt, ka pas ujë poshtë, një lloj bazenit, I keni la kamp ma par poshtë, mandej keni hyp nelt. Kur keni hyp ju nelt të në trotuar, domethënë se keni marrë ranën me vedi. Kja është domethënë fatkeqësisht një neglizhencë totale. Tash ju në Ulqin, ne doni me marrë me turizëm, lypeni shumë gjëra për me ndru. Me bën një lloj inovacionit, innovation. Ka shumë vende ku mund njerëz të shku. Kosovarët përpara kanë qenë bllokuar, se si kanë pas vizat, s'kan pas mundësi me shku, as në Spanjë, as në Greqi, Tash e mund me zgjidh. E për të çmime shkon gjithë këtë. Shkon edhe ka domethënë nivelin domethënë aty që I jepet për ata parë. Si ashtu unë kam pas një ide për, si thohet, s'ke kuj me fol, s'ke kuj me thonë. Mas pari, kryetari, zavendës kryetari, sekretari I Ulqinit, barë një javë, kishë me lypë mirë, për më ardhe këtë në ora 5-6 mas vizite, me shëtrit këllej. Edhe me shiku, me observu, me pa qka mundën a me ndru në këtë qytet. Për të mirën I Ulqinit, për të mirën I qytetarëve të Ulqinit, për të mirën domethënë, se ne bani ju ndryshime në mënyrë pozitive, me këtë gjë automatikisht çohet niveli I shërbimit në Ulqin. E kanë marrë edhe tjerë turistë. Këtu s'keni turistë që vinë nga Gjermania, Svedia, Norvegjia. Fatkeqësisht, unë njëherë kam pas propozu, domethënë, organizata turistike e Ulqinit për më organizu fillim domethënë vere, për më angazhu 2 ose 3 djemë që merren me turizëm, ose edhe 2-3 vaza që merren me turizëm. Ata më thonë me qenë dveshur, me majica, me t-shirt, domethënë, touristic organization from Ulqini, organizata turistike e Ulqinit. Mos thënë, me pas këtu, në këtë anë, edhe lloj flamurësh që me ditë turistët cilë gjuha flasin. Ja mas kur vinë aty, me mund të shku, yes sir, may I help you? Can I explain to you something? Buongiorno signore, buongiorno signorina, poi aiutare, schönen Tag, meine Herren, meine Damen, kann ich Ihnen behilflich sein? Bonjour messieurs dames, est-ce que je peux vous renseigner? Est-ce que je peux vous donner quelques renseignements au sujet de notre ville, la Ulqini? Parce que c'est na e dom Ulqinën.
We love Ulqini. E kjo do më thonë i tërhek njerëz, e hap një hapërsirë më të madhe. Ideja sa dush, lypet një angazhim. Folëm për tërheqjen e turistëve. Desha di si venda, cila është pjesa që mendoni që ju bën më tepër për shtypje turistëve? Cilën pjesë propozoni ju personalisht nga pikpamja juaj? Pjesa domethënë më interesante e Ulqinit është Rana, plazha vogël. Plazha vogël. Më interesant domethënë kjo lypet më tërheq domethënë. Këtu, çka kena domethënë këtu? S'kena shumë gjëra. Po xhamis që kena këtu, xhamia që tërhek turistët. Ky plani që ish përpara me ba muzeum i detarve, fatkesish nuk u realizovi. Kja lypet më shiku në mundet për më realizu, se Ulqini e ka një tradit të lasht. Është vend bregdetar, është vend dhe më thanë ku kapetanët i Ulqinit kanë shku gjerë, dhe kanë shku në për të gjithë botër. Kanë shku në Algjeri, në Maroko, Tunis, Etiopia, Eritrea, Indie, Japon, gjithë këtë. Që dhe më thanë mu ba një loj, mu dokumentu me një vend, dhe më thanë për mu gjetë një vend i përshtatshëm në Ulqinit, që për me pas një muze detarist të Ulqinit. Nga ana tjetër, ka dhe prej atyre që ndajnë mendime të ndryshme. Disa mendojnë se çmimet janë të pranueshme për një zonë turistike, veçanërisht krahasuar me vendet e tjera bregdetare. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Çmimet në Ulqin këtë verë janë shumë të arsyeshme në krahasim me vendet e rajonit. Ne s'paku njëherë në vetë vi me vizitojmë Ulqinin, përse se na pëlqen edhe ambienti, po dhe çmimet janë shumë të arsyeshme. Po, a mund të na bëni një krahasimin e çmimeve të dhomave dhe çadrave të plazhit? Çmimet e dhomave besoj se janë të arsyeshme në krahasim me vite të tjera, po edhe nashta një vrejti kisha me dhonë këtu që çadrat janë pak të shpesha. Nuk besoj që ka nevoj ka shumë të shpesha më këto në plazhën e vogël. Si vjet nuk kemi qenë të plazha e madhe dhe nuk e di se si janë të rregulluar atje. Mirë, po këtu janë pak shumë afër njëra tjetrës. Por ajo që më pëlqen më shumë ti është që ka vend mjaftueshëm për plazh publik. E diçka që s'ju pëlqen në këtë vend? A ka diçka që s'ju pëlqen? S'disha kisha thonë. Si vjetë çmimet e shlezonave me pagesë janë 20 euro për vizitorët ndoshta nga Kosova dhe në tjerët vende, janë ndoshta pak të shtrenjta, 20 euro. Mirë, po du mendu edhe gjithmonë për hapësirën e madhe që ju ka leju plazhit publik, ndoshta edhe nuk janë. Unë kisha me përmend diçka tjetër, megjithëse pastërtia është në nivel ballkanik, prapë është në nivelin që duhet me qenë. Besoj që ka vend na ma shumë u vëdisu si popullat që shjem, edhe me pas pak ma shumë pastërti për ambientin. Besoj që është. Si qytet jemi pak të vogël, por cila është ajo pjesa e Ulqinit që ju lën më tepër për shtypje? Pjesa që na lën më shumë për shtypje, përveç pjesëve tjera është edhe pjesa tek pishat atje tek restorante në cilat e pim kafen e mëngjesit, edhe me një çmim shumë të arsyeshëm. Ndoshta është më e lirë se në Prishtinë. Kjo është që e tha shoqja, dhe më pajtohem se për çdo mëngjes shkojmë lart te pishat, pim kafe atje, vetëm pak edhe për me bo pak ecje, po edhe për shkak të ambientit që është mjaft i mrekullueshëm atje. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Nuk është edhe shumë shtraqim me thonë, është mirë është. A mund të na bëni një krahasim të dhomave, për çmimet e dhomave edhe për çmimet e çadrave në plazh? Unë për plazh nuk marr çadër, se kom qenë vetë me ndet, vetë. Çmimet janë të mira. E a ka diçka që s'ju pëlqen në këtë vend? Më pëlqen shumë gjithmonë që mirë. Cila ju duket pjesa më e bukur e Ulqinit? Plazha e vogël. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqin? Shumë mirë, edhe çmimet, edhe vendi, edhe ambienti, shumë mirë. I na përshtat shumë mirë. A mundeni me na bëni një krahasim ose një balans të çmimeve të dhomave si ju duken edhe çmimeve të çadrave të plazhit? Tunis na bojnë pushim çdo vit, zakonisht Shqipni edhe vende të tjera, si vjet hera parë për mua në Ulqin, po më duket më mirë edhe janë të përshtatshme. Këtu në plazhën e vogël janë të përshtatshme për çdo familje. A ka diçka ndonjë ankesë herën e parë që keni ardhën që kishit dashur me shpreh? Diçka që si pëlqen? Për momentin jo. Jam shumë e kënaqshme. E
Si për herë të parë që jeni këtu, cila po ju duket pjesa më e bukur në Ulqen, edhe pse është pak si vend i vogël, por diçka që t'lam më tepër përshtypje? Tek pishat edhe kjo pjesa këtu me anijen, me mëngjes me pi kafen e mëngjesit të shijan shumë. Përshëndetje, si ju duken çmimet në Ulqen? Faleminderit shumë pyetje. Çmimet, mendimit tim janë realitet, nuk janë. Me krahasu për shembull këtu plazha ushqimi për mendimin tim janë realitet mirë, nuk janë, na që punojmë realitetit janë, nuk ka diçka probleme, kur një farë mënyrës janë. Shumë i përgëzoj, faleminderit për pritjen gjitha ato të mirat, gjitha deri ashtu. Unë vi këtu që shumë kohë, që shumë vete, që shumë dekada vi këtu, edhe për një kohë nuk do të vi prapë sa në për tjera e tjera. A mund të na bëni një krahasim mes çmimeve të dhomave dhe çmimeve të çadrave të plazhit? Dhomat ne tash të kenë më lije se përpara, po për çadrat tash çadrat nuk e di, nuk jam informuar sepse nuk jam në çadra, jam private, aty kam që vetë dëshirë që shumë duam me shku atje më private, desa nuk e di sa ç'është janë çmimet tyne, po krevetat janë tek janë mirë, realitet janë mirë, nuk janë për mendimin tim nuk janë një mesatare, mirë është valla, po tybe. I përmendë gjitha të mirat, por desha di, a keni ndonjë ankesë për këtë vend? Ankesë për këtë vend, nuk e di çka më thonë. Kisha më thonë atje, ku po rriune, në mëngjes atje atë vendin atje që nuk po e pastrojnë, që sikur ka qenë përpara. Përpara ka qenë shumë më mirë, por tash kishë ndryshuar atje, po vinë dikur vonë, po e pastrojnë, apo janisin diçka shumë vonë. Çat vretje kam ato nuk më pëlqen, jo valla. Po megjithatë mirë është. Po. Cila është pjesa që ju ka lënë më tepër përshtypje këtu? Përshtypje ka shumë, po mas tepër më bën përshtypje kalaja atje në altë atje, çdo herë vi, sa herë vi një herë, dy herë dal, çdo herë dal, edhe e vizitoj, i përkujtoj aty para 3-4 vite që kam qenë, tu i shiqua atje, tu i çaka atje, më pëlqen kalaja, sidomos atje çfarë detaj më tepër se ne. Në këtë kontekst, vizitorët dhe banorët e Ulqinit kërkojnë më shumë rregullim dhe mbikëqyrje të tregut nga autoritetet lokale, në mënyrë që të ruhet reputacioni i qytetit si një destinacion i përballueshëm dhe mikpritës. Përfundimisht, zërat e qytetarëve dhe reagimet e turistëve tregojnë se çështja e çmimeve në Ulqin po bëhet gjithnjë më shqetësuese, ndërsa sezoni është në kulm, mbetet për tu parë se si do të reflektojnë bizneset dhe autoritetet përballë këtyre kritikave.